Polonia antare e NATO-s u detyrua të ngrinte avionët luftarak në qiell, ndërsa Rusia nisi një sulm masiv me raketa mbi Ukrainë, vetëm disa orë para bisedimeve të paqes në Gjenevë. Presidenti rus Vladimir Putin vazhdon kështu të tregoj pak interes për paqen edhe pse dërgoi një delegacion prej 20 personash në Zvicër. Por sidoqoftë ishte Kievi ai që Donald Trump e paralajmëroi duke thënë: Ukraina duhet të negociojë shpejt. Putini përdori bombarduesit strategjik të mëdhenj Tu-95 MS për të lëshuar raketet e titëlundrimit në fushata më të fundit mbi Ukrainë. Shpërthimet tronditën Ukrainën perëndimore shumë pranë territorit të NATO-s, duke shkaktuar frikë se konflikti mund të përhapej përtej vijave të betejës. Shtryi një qendër hekurudhore dhe energjetike jetësore në rajonin e Lvivit pranë kufierit polak u vu në sulm. Komanda operative e Varshavës më vonë konfirmoi se avionët e forcave ajrore gjermane u ngritën për shkak të kërcënimit rus. Nuk u regjistrua asnjë shkelje hapësirës ajrore polake nga objekte që mund të përbënin kërcënim, konfirmoi komanda, por sistemet ushtarake të radarëve zbuluan objekte të tjera të ngjashme me tullumbacet që hynin në hapësirën ajrore polake nga drejtimi i Bielorusisë. Objektet u identifikuan dhe mbetën në mbikëqyrje nga sistemet ushtarake të zbulimit. Situata ishte nën kontroll dhe nuk përbënte kërcënim për sigurinë e trafikut ajror apo të qytetarëve të Polonisë, u tha në deklaratë. Raketat ruse goditën gjithashtu rajonin Ivano-Frankivsk me shpërthime që u dëgjuan në Burshtyn, shtëpia e një termocentrale të rëndësishëm. Kremlini ka sulmuar pa mëshirë qendrat e energjisë së Ukrainës gjatë periudhës së ftohtë të dimrit. Mes qyteteve të goditura ishin vendlindja e Volodymyr Zelenskit, Kryvyi i Ri, dhe porti i Odesës që është vendosur nën bombardimet përditshme.